duhet një fokus i veçantë, një vëmendje e veçantë nga të gjithë ju shefat e sektorëve, zëvendësdrejtorët për rendin e sigurisë, me qëllim që të forcohet siguria rrugore dhe të parandalohen gjithë aktet abuzive. Kam nxjerrë një telegram që nuk duhet të ndaloj makina në akset kryesore minimalisht. Pra ndalimi s'duhet jetë pas një shkak. Nga komentet që kam parë në media, besoj dhe ju e keni ndjekur, ka qenë një vlerësim pozitiv nga pjesa dërmuese e qytetarëve. Përqendronin te teknologjia se kjo është e ardhmja. Duhet vëmendje shtuar tek shkollat për sigurinë rrugore dhe sigurinë në tërësi me shërbimet e rendit, apo qoftë edhe SPZ-t. Kur vjen puna te qyteti, do jemi shumë rigoroz dhe kontrollues.